Përshëndetje të gjithëve, drejt për së drejti ora shënon 11, shkurtimisht ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesore indjeni. 6 antarët e rrjetit të mashtrimit me call centra do dalin sot para gjykatës posaçme për të njohur me masat e sigurisë. Ata dyshojnë se transportuan pajisjet nga kulla Ati Tower në një ambient tjetër të marrë me qira në kullën Downtown One, pasi agentët civil pikasën ata të BKH-s. Sipas hetimeve, në bashkëpunim me autoritetet italiane, ka rezultuar se drejtues të këtij rrjeti janë 3 vëllezërit, Agim Alfred dhe Arjan Prekaj, në kërkim. Ata lëviznin me një Ferrari të marrë me qira në Gjermani. Dëmi ndaj qytetarëve evropian dyshohet miliona euro. Gjykata e Durrësit la në fuqi masën arrest me burg për ish drejtorin e burgut të Durrësit, Indrit Sherloj, i arrestuar pas arratisjes së Altin Docit. Në arrest shtëpie u la dhe mjekja që nuk e vizitoi në qeli, por firmosi rekomandimin duke u bazuar vetëm tek fjalët e kryeinfermierit Avlon Çuko se ai kishte dhimbje të veshkave. Ndoci vjon ende në kërkim. Mbahet sot në GKK seanca paraprake ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia, i bashkëshortes së tij, Ajola Xoxa dhe të pandeurët të tjerë të dosjes. Shkak për shtyjen e seancës kaluar u bë mungesa e Veliajt, i cili nuk ishte shoqëruar nga paraburgimi i Durrësit drejt GKK, si dhe mungesa e disa mbrojtësve ligjor. Trupa gjykuese do të vendosë nëse çështja kalon ose jo për gjykim. Kuvendi i rini sot punimet parlamentare me fokus reformën zgjedhore dhe territoriale, të cilat mbeten të bllokuara për shkak të bojkotit të opozitës. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi ka thirrur në orën 11 mbledhjen e konferencës kryetarëve për të shqyrtuar programin 5 javor të punës, ndërsa në orën 17 do të mbahet seanca e parë plenare për këtë vit. Kryeministri Rama ka paralajmëruar se opozita nuk do të mund të marrë peng kuvendin, siç e quajti ai, zbarritjen e punimeve me procedurë. Inteligjenca artificiale po përdoret gjithnjë më shumë nga nxënësit, shpesh në mënyrë të papërgjegjshme. Për këtë arsye, Ministri i Arsimit ka nisur hapat për përfshirjen e inteligjencës artificiale në kurrikulat shkollor, me synim që të rinjtë të mësojnë ta përdorin teknologjinë duke ruajtur etikën. Të paktën 39 persona humbën jetën dhe mbi 150 u lënduan gjatë aksidentit hekurudhor të 2 trenave në Adamuz, pranë qytetit të Kordobës në Spanjë. Vagonët e një treni me shpejtësi të lartë që shkonte në Madrid dolën nga shina duke u përplasur me një tren që mvinte përballë. Kryeministri Rama i shpreh ngushëllimet homologët spanjoll Pedro Sanchez.